Jesse ka kaluar mbi 150 ditë në një izolim dhe natyrisht se ka një ngarkesë të rënduar emocionale dhe psikologjike. Ai pas daljes nga Big Brother Kosova, kaloi menjëherë në atë të Shqipërisë, ku ky edicion nisi me 21 dhjetor. Banori nga Peja ka thënë disa herë se është lodhur, nuk po ndihet mirë, madje ka kërkuar dhe largimin nga shtëpia. Në një bisedë me Danja Kokën, artisti shqiptar i thosë se ka qenë duke dalë për vetëm 1 sekond. Kam qenë duke u larguar për pak, 1 sekond i madh ka qenë. Betohem në çdo se 1 sekond më ka shpëtuar. U shpreh Jesse. Tutje gjatë bisedës kur u pyet se çfarë ndaloi, i njëjti theksoi, ai sekundi ishte që u çova dhe jam falur. Jesse po luftonte, po shpreson shumë që të marrë çmimin e madh për 100.000 euro. Viselo ka qenë banori që u eliminua të martën nga Big Brother People. Ai ka folur për një nga momentet më pikante në shtëpinë e famshme, aty ku Jesse e goditi me vezë. Ish banori ka qenë i nervozuar me veprimin, duke thënë vazhdimisht se ka goditur me shumë plak në fytyrë. Në një intervistë ai ka thënë se ka qenë me hund të nxirr edhe me dhimbje të mëdha. Kam qenë 3 ditë me dhimbje hunde, hund të nxirr, me dhimbje koke. Nuk do kisha bërtitur ai shumë për atë vezë në prime. Mua më është goditur me një shumë plak në fytyrë. Por gjithsesi, pastaj u kthyen nota qesharake. E mora dhe unë të tillë edhe vazhduam të tillë, u shpreh ai.